Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. Sot kam ju të ftuar shumë interesant. Ai është Arber Avdyli. Arber, përshëndetja. Përshëndetje Klea. Mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Faleminderit shumë për ftesën. S'ka gjë. Atëherë ne të kemi parë para 2-3 vitesh. Po. Në Programin e Përputhje. Përputhje. Çfarë do na tregosh pak më shumë për veten? Atëherë ta filloj nga profesioni im, që aktualisht unë jam specialist në sektorin e financave, ku punoj pranë Ministrisë së Financave, të Dega e të Sarit. Për post kësajt, unë kam dhe 2 aktivitetet të mia on the side, që merr me menaxhim dhe me shkrimin e projekteve, gjë që unë këta e kam prekur dhe në Përputhje kur jam prezantuar. Dhe së fundmi kam marrë një iniciativë të re, bashkë me disa shokë dhe kolegë të mi, që po merremi me fotografi dhe me videografi. Sa po kemi nisur dhe për momentin jemi shumë mirë. Presim që të rritet edhe më shumë gjëja. Suksese. Jam angazhuar gjatë gjithë kohës të drejtën nga ana profesionale. Mundohem që të nxjerr lek nga gjitha gjërat që unë bëj. Më përpara shumica të këtyre gjërave që unë përmenda sot i kam pas bërë pa lek për miqësi. Por me kohën kuptova që këto aftësitë e mia pse mund të jo miqësi ka. Po pse mos e përkthej në s'ka miqësi. Jo, ka miqësi, por këto aftësitë e mia mendova të përkthej në lek më mirë. Bravo. Ti kthesh në një profesion, në një punë. Po, sepse janë gjëra që si të tipit bridging ose unë kam bërë ndërmjetësin gjithë kohës, pra dikush kërkonte diçka, nuk e kisha unë, por dia personin që e kishte dhe kam bërë gjithmonë lidhjen dhe pse mos i bëj për vete këtë lidhje sot. Sa fiton sot? Kjo është e bukur e të marrit me projekte dhe me fotografinë, se për pjesën e financave unë kam një rrogë fikse, por projekte fiton sa do të punosh ti, aq fiton. Sa punon ti? Varet, për shumë unë këtë muaj kam mbyllur 3 projekte, por nuk do të thotë që të treja këto do fitohen. Mund të fitohen të trejat, mund të fitohet asnjëra. Dhe këto projekte nuk të nxjerrin fitim aq shumë sa të nxjerrin ty ato punën e vërtetë që ti po bën. Pra, projekti të jep mundësinë që puna jote të duket. Sepse shumë veta mund të kenë hapësirën, mund të kenë talentin, mund të kenë aftësinë, mund të kenë shumë gjëra për t'i bërë, por në rast se nuk kanë vizibilitet ose nuk kanë një donator ose nuk kanë një strukturë të qartë ideve të tyre, nuk mund të t'i përkthejnë këto gjëra në kohë, në fitime dhe në pasion. Kështu dukesh djalë ambicioz. Pak, them. Pse pak? Po gjithmonë ka hapësirë për më shumë. Unë për vete, për më nuk kem të kënaqur me sa po bëj. Mund të bëj shumë më shumë se sa që mund bëj, po nuk e di, po për momentin ndoshta edhe më kanë marrë pak më sysh. Beson tek syri. Nuk e di a është më syshi apo më kanë bërë magji. Nuk besoj ke asnjëra. Po një gjë ka ndodhur. Po kur s'beson nuk e pse i thua fare se nuk ekzistojnë. Po se di ndoshta. Syri ekziston një çik ose të ka mallkuar ndonjëra. Pra kur them magji, mallkimi është. Nuk e di, ka një 2-3 muaj që po ndodhin shumë gjëra, shumë shpejt. Që ke ndarë, domethënë unë nga kjo kuptoj që ti ke 2-3 muaj që je ndar. Jo, s'tash jam ndar, kam 2-3 muaj. Kam 2-3 muaj që po ndodhin shumë gjëra. Ndoshta rastësi. Po mbas se të ka mallkuar ndonjëra. Nuk e di, unë s'kam bërë gjë që të mallkohem. Ashtu thua ti? Kam shumë, nuk e di. Ashtu thua ti? Se mendimin e personit tjetër nuk e din ti. Po, pak të më sa më ka thënë mua. S'ka bërë gjë. Që i ka diçka që s'shkon këtu. Mirë, më okej, gjitha këto punë po i bën ti, me iniciativën tënde, me dëshirën tënde, me vullnetin tënd dhe me dëshirën e madhe për të fituar, se çdo kush e ka dëshirën për të fituar. Po më Përputhjen pse hyre? Më Përputhjen të drejtën kam hyrë për diçka specifike. Si për shembull? Unë pata disa plane të tjera. Që ato planet e mia nuk ecën ashtu siç mendova unë, pasi ta them troç, nuk është se hyra aty fort për të gjetë një dashuri apo për të kriju lidhje, edhe pse ndodhi pa dashur. Por nuk ka ndodhur në kamera, ka ndodhur në backstage dhe kam folur. Po le të themi krijova një marrëdhënie. Me kë? Me kë është dhënë. E di gjithë shqiptaria. Po nuk e di, më thuaj mua që unë se di. Po nuk e di se ke parë as në YouTube as në televizor. Kush është ajo? Nuk ja sot se e vlen ta përmend. Po jo, më nuk e themi për t'i dhënë vlera për rëndësi, po thjesht për të më informuar mua. Ishte vajza që unë kam bërë takimin e parë fare që unë kam bërë kur kam qenë në program. Prapë se di, po nejse anyway. E përshëndesim. E përshëndesim.
Ti e përshëndet? Pse e përshëndet ti? Përshëndetje, unë thash, unë nuk kam bërë asnjë gjë të keqe, që ose të mallkohem, ose që kështu, unë vetëm bëj mirë, kaq di unë. Çfarë bën mirë ti? Çfarë bëj mirë? Gjitha. Çfarë? Ditët trajtoj, ditët flas, ditët llastoj, po gjitha me karar. Pse po e kalove kararin, çfarë ndodh? Po mendoj unë që njeriu mësohet. Është një shprehje në anglisht, take things for granted, pra ta marrësh për të mirë qenë. Dhe mund ka ndodhur në shumë raste si në shoqëri, si në dashuri kur unë jam marrë i mirë qenë. S'është gjë e mirë ta pranosh, por është e vërteta. Por Jo, më pëlqej si që ke realist kështu. nuk më pëlqejnë shumë lajkat, as ti bëj gjëra vetë të qartë, bëj shumë drejt, nuk jam Bravo. mësuar. Edhe në përputhje ndoshta kjo pjesë më penalizoi pak sepse nuk i dija këto dy shtrishat ose këto gjëra që bëhen nga mbrapa. Aty i mësova, edhe më vonë i vura në praktik. Nëse mos e ditët e sotme po s'qe pak kështu. Unë realisht nuk dua që të jetë ashtu. Kjo është e vërteta, po nuk ishe pak ashtu, nuk ja del dot. Ky është mendimi im, pastaj nuk e di si e mendon ti. Mendimi im është që ka shpresë që të përmirësohet gjëja. Sepse Ka nuk ka shpresë. Ka shpresë. Base. Unë e shoh dritë aty në fund. Unë se shikoj. Në fund fare do e shoh. Është shumë larg, mendoj për mua e drita. Përderisa është dhe ti je shef, e kam. Se shikoj, jo. Është shumë larg dhe përderisa the shumë larg ti po e shef. Shumë larg që unë. Gjithsesi, çfarë mësove nga përputhën? Çfarë të dha ajo eksperiencë? Atëherë ajo që mësova e para fare që sa hyra është që nuk do t'i besoj gjithkujt. Unë aty krijova. Po kaq naiv ke qenë ti? Po sa të futesh në përputhje dhe të marrësh mësime për jetën që mos i besosh gjithkujt, askujt. Kaq naiv je ti? Jo kaq naiv jam, por po naiv është ti besosh gjithkujt. Kam pasur një rreth shumë të gjerë dhe duke qenë se kam dëgjuar shumë biseda, kam bërë shumë për njerëzit dhe duke marrë mendime të ndryshme nga njerëzit dhe shef gjën pak më ndryshe, shef që nuk është shumë e keqe. Por kjo ishte deri në momentin sa unë rash në kontakt të direkt me këtë. Gjitha këto që unë kisha mësuar, ndoshta është edhe ambienti atje, personat që atje vinë, që nuk të japin ty atë ndjesinë që ti të thuar që ja vlen ti besosh tyre njerëzve. Unë në fillim i besova dhe nuk është se besova ndonjë gjë, thjesht unë pash se me vërtet kush ishin fytyrat e vërteta të atyre që unë kisha afër. Kaq domethënë ke marrë nga përputhjen. Dhe tjetër është që realisht mund të ngjaj pak klishe ose pak cringe, njofta shumë veten time sepse ishte hera parë që unë isha në kontakt direkt me kamerat. Më përpara unë kam qenë ai që punonte gjithmonë backstage dhe nuk kisha qef atë validimin e punimeve të mia, si me projekte, si me pra unë isha ai që doja ta bëja dhe në fund e bëja për një faleminderit, nuk e bëja që të kisha vizibilitet. Po në dashuri sa e njohë veten? Në dashuri aty mund të them që një 10% më shumë. Edhe 10% nuk është domethënë. Çfarë mësove nga dashuria? Gjërat unë them me vete që unë kam shumë vështirë të dal nga vetja. E ruaj shumë qetësinë. Aty unë kuptova që kur bëj fjalë për ndjesitë vërteta, ndoshta e humb çik qetësinë. Pse? Po kështu është kur i merr gjërat me mish e me shpirt. Dhe ecën përpara me zemër. Nuk e di, po me kaq sa biseduam, se ne nuk njihemi, po mua më duket se ti dashuron shumë. E vërtet është, dashuroj shumë. Sa herë ke dashuruar? Kam dashuruar shumë herë. Domethënë nuk është kjo që njeriu një herë në jetë dashuron. Dashuria është mësim. Kur ti mbyll një marrëdhënie, nuk do të thënë që ajo marrëdhënie ka qenë e dështuar apo diçka. Ndonjëherë njerëzit ndahen edhe sepse kanë të dy drejtime të ndryshme, pra nuk na puqen bot kuptimet ose nuk na puqet dhe kjo gjë nuk kuptohet dot më të parë, më dytë. E kupton pak më vonë. Kur edhe ti mundohesh të investohesh tek partnerja jote investohet tek ty dhe kuptoni që keni drejtime të ndryshme dhe ndonjëherë dy krahë të kundërta të rrishen. Por është edhe ndonjëherë që dy krahë të kundërta shtyhen. Nuk e di, këto janë rregullat e reja të fizikës. Po sa filozof që në dashuri? Kështu është, kur dashuron shumë,
Kupton shumë nga dashuria, mëson shumë nga Okej, dashuria. je zgënjur ndonjëherë nga dashuria? Po. Po. Patjetër që po. Patjetër që po. Çfarë mësimi ke marrë nga dashuria? Se the nga dashuria është të dashurosh, do thotë të mësosh. Mëson. Çfarë ke mësuar ti? Unë kam mësuar që në dashuri nuk duhet të mbahesh, nuk duhet të kesh sekrete dhe nuk duhet të si ta them me pak fjalë, nuk duhet të ta nisësh me mosbesim, sepse këtu është kthy prakt në trend për momentin. Do të thonë pjesa e nisi me mosbesim, Po si mund të kem besim unë tek ti pa të njoh? po si mund të Dhe kesh pa ti më dhënë dëshirë për të siguri. krijuar një marrëdhënie me mua pas pa Dhe të pa më besim dhënë tek unë. siguri. Unë s'tash për siguri, thola vetëm për besim. Po besimi ka të bëjë me Po ti sigurinë. do besosh fjalës që të them unë. Në? Në Ashtu? fillim. Se s'ke nga ti shohësh, pastaj më vonë koha do t'i vërtetoj fjalët e mia. Dgjoj, fjalët janë fjalët i merrera, po veprat qëndrojnë aty. Po vepër ku do shohësh ti veprën ditë parë? Po ti do vazhdosh me premtime që në ditë parë? Jo kushta me premtime. Po me fjalë të mëdha? Po ne të Po prandaj po krijohet- flasim tani. Prandaj krijohet mosbesimi se çunat e sot në ditë parë me fjalë të mëdha, me premtime, po avasho vllam Po një kushta me fjalë të herë. mbaja. Dalim një Po herë. pikërisht pra, rrë, për të situata rrjedh për të pastaj. njohur si do njihesh me vepra apo me fjalë? Edhe me vepra. Si me vepra? Edhe me vepra ti e dolëm një herë në takim në të dy? Po. Është koha, takimi i dytë dhe pjesa tjetër është Kalove nga koha dole nga për takimi i parë, vepra. shkove deri tek i dyti. Po, duhet bësh vepra pastaj. Po Për do të flasim arriteti. fillim. Po. Duhet bësh vepra që unë të takoj pastaj ty, të kemi një takim të Pikërisht pra, parë. po të dy e nisëm me fjalë. Ndoshta nga Instagrami, ndoshta nga shoqëria, ndoshta po me Ke fjalë. njoft në herë nisëm. në rrjetet sociale ti? Që të them që kam dashuruar nga rrjetet sociale ose nga Instagrami nuk e them dot. Kam tentuar, po nuk e them. Është ku i ke pas njohjet zakonisht? Ka qenë në ambiente të përbashkëta, jo klabe. Domethënë unë nuk e një marrëdhënie që nis në klab, është e destinuar të mbaroj në klab. Paktën ky është mendimi im. Unë vetë personalisht nuk kam nisur asnjë marrëdhënie nga klabet. Ndoshta kjo do ngjaj shumë si e vjetër si gjë, se sikur jam i lashtë, po funksionon dhe shkesa me brezin ton. Po jo shkesa siç është bërë atëherë. Shkesa të tipit për shembull, jeni të dy shok, ti ke një shoqe. Që ajo të ka përshkruar ty që shiko se djali i ëndrave të mia është kështu, është kështu, është kështu, ty ta bëj ting, shif se që ka dhe arbri. Dhe theti për shifet çik se ky arbri. Pastaj aty marrin vetë në dorë. Apo s'mendon ti kështu? Jo. Pse? Ç'o thua? Pse? Për shkesa? Po nuk thë shkesë, është shkesa moderne. Po qa moderne shkesës, ajo, të mjofe mu i shoqe me i të shumë, pa lidhje, jo, s'jam unë kështu. S'jam pro fare këtyre. Unë po ma dha shkëndin e Ti po më parë. thon mu që asnjë shoqe ty nuk të kanë nxjerrë me një djalë. Për Jo. një sikur për një kafe. Kur një Kur në jetën tate? Kur një jetën time. Kur? Më shihni si. Kur në jetën time të Kur në jetën shiko? tate? Asnjëherë. Mund të them që i rasti i parë që dëgjoj. S'ka ndodh. Unë i urrej dhe double date-at. Jo, double date jo. I Double date urrej. nuk funksionon. Edhe të më njoj i shoqe mu me i shok apo me i djalë kur? Vetë si e njo. Vet? Jam unë moderator, ja. Po jo thjesht do të kuptoj më shumë nga ty ose po të pyes. Qa do të kuptosh ti më shumë nga mua? Nga që më thej që nuk ndodh kjo jo të Po nxjerrë varet, shokin dëgjoj, shoqe. çdo rrugë, apo çdo njohje, apo çdo gjë që të sill Zoti para syve, apo gjatë rrugës ndodh për një arsye. Edhe unë besoj shumë në Zot dhe mendoj që çdo gjë që vjen kështu, jo nga shkesa. Më fal se përdora termin e gabum, pra me rastisjen pa dashje. Ja. Shumë pa dashje. Jo, nuk ka të... E kupton ti tani. Ti më thej që punon si financier? Specialist i financave. Bravo. Tek Dega e Tesarit dhe T'kalojmë me pak? të ardhurat. Bravo. Djali i zgjuar. Mirë. Mirë? Mirë. Po mirë. Mundohem. Mirë, unë dua që ta nxjerr pak edhe në aktualitet. Çfarë po bëhet me çmimet sot në Shqipëri? Çmimet vetëm po rriten, siç edhe e shohim shumë mirë, duke nisur nga real estate-i, Po, pastaj duke shkuar edhe tek çmimi i shportës. Por jo çdo gjë ndodh kot ose rastësisht, çdo gjë ka edhe një arsye. Për shembull, nëse vem re, është rrit shumë çmimi i banesave, po ka shumë kërkesë për banesat. po ku i marrin lekët? Nga kush vin kërkesa? Nga bosat? Nuk e di, po un kam dëgjuar që shumë leku i pisët po qarkullon shumë në Shqipëri. Paktën këtë kam dëgjuar dhe parë.
Patjetër, pritet të ketë ulje të çmimeve. Sipas mendimit tim, paktën sipas atyre parashikimeve që unë kam bërë, pasi dhe ne familjarisht, ne nuk është se merremi me real estate, por merremi me shkëmbim pronash. Çmimet do rriten edhe pak më shumë se sa që janë aktualisht për momentin. Dhe do arrijë në një moment një sulficiencë e madhe stoku në apartamente dhe aty do ketë një periudhë pauze. Dhe këtu tani varet nëse ne hymë në Europë apo jo. Nëse ne hymë në Europë në vitet e ardhshme, për shembull një apartament sot tek Pazari i Ri mund të kushtoj minimalisht 300.000 euro. Unë mendoj që kjo do shkojë deri në 400. Në 400 do bëj një pauzë dhe aty pastaj varet nëse ne hymë në Europë ose jo. Nëse ne hymë në Europë, teknikisht do dyfishohet çmimi. Por do dyfishohen edhe të ardhurat e njerëzve, pra paga, do dyfishohet gati çdo gjë. Dhe duke qenë se do ndodhi kështu, sipas parashikimeve të mia, nëse ne futemi, një këshill që un kam për gjithë që po na ndjekin, është që momenti më i mirë për të blerë një apartament është tani. Sepse nëse ti e blen apartamentin tani, për shembull, jo të gjithë e kemi mundësinë që ta blejmë me cash apo me transfer direkt bankare. Të gjithë paktën një 95%, përfshirë mua, do i referohemi kredis. Nëse ti e merr kredin sot dhe nesër ty të dyfishohet apartamenti ose dyfishohet çmimi i lekut, nëse ti merr sot 400.000 euro për shembull kredi, ti po prap mbas 10 vitesh 400.000 euro do lash. Por mbas 10 vitesh apartamenti mund të ketë çmimin 800.000 euro. Pra ky është ai fitimi dhe është ky mendoj unë që sot është momenti më i mirë për të investuar. Sti s'kam koment për këtë se jam out. Okej, po unë kam një pyetje. Cili mendon se është gabimi më i madh që bëjnë të rinjt sot me parat? Shpenzimi vetëm për qef. Po më qef mos bëjmë? Po vetëm për qef? Do të thënë ti po punon që ti të sigurosh vetëm qefet e tuaja? Po një plan për të investuar nesër pas nesër, jo vetëm në se folëm për real estate-in, po të investosh në një pasion tatin. Për shembull ti mund të kesh pasion, mund të një nga pasionet e tuaja. S'kam pasion. Diçka vizatimi, piktura, këndimi. Jo? Pasioni im i vetëm është gazetaria dhe po e bëj. Gazetaria. Nesër pas nesër ti mund të kesh media taten. Media televizive, radio. Po unë se mendoj herë këtë. Pse? Apo si e sigurt në atë pasionin që ke? Po jo, më jam e sigurt për çfarë media. Ja. Pse mendoj? Okej, mund të hap ndonjë biznes, po prap nuk jam shumë e dhënë pas biznesesh. Po prap që të hapësh atë biznesin, nuk do duhet një stok fillestar i lekëve, i parave? Kam kohë, se jam 20 vjeç herë. Unë mendoj që në çdo moshë ne kemi një pjesë shumë të vogël ose një pjesë të konsiderueshme varet për gjithë ata që kanë mundësinë, është ta lënë veç. Se ku e kursen ato se e fusin poshtë jastiku, se e lënë në bank, se fusin në diku, kjo nuk ka rëndësi për mua. E rëndësishme është që njeriu të mendoj, siç e the edhe vet, ne jemi në një moshë që qefi duhet. Por çdo gjë me karare, thash dhe në fillim fare. Jo vetëm qef, sepse prandaj kjo është edhe një ankesë që un kam për rinin shqiptare. Janë shumë të fokusuar vetëm tek qefi. Shumë. Si sa ankohet njëri për kafe që, domethënë, si thot kjo kafe është bosh. Po janë gjitha kafet plot. Domethënë mua kjo, domethënë më çudit. Jemi i vetmi shtet që kam marrë numrin, po më duket se kemi diku te 40 kafene për kilometër katror, mos më shumë. Edhe rrinë plot. Dhe janë gjitha plot. Okej, cila do ishte një këshill që do u jepje të gjithë të rinjve për menaxhimin e parave? Do kisha thënë, harxojeni, por jo të gjithin, sepse do bësh ose të paktën nëse do vetëm për qef, harro do bësh edhe nesër qef. Pra në vend që ti të shpenzosh, si më thën, ta kapim aty me qemin dhe në verë, që një natë për shembull sot në jug të kushton të paktën 150 euro. Nëse ti e ke fronti i parë. Çfarë të kushton ty të kalosh në front të dytë, paguash për shembull 100 euro dhe ato 50 euroshin ta hash atje. Do të shjonte më shumë ta haja atë krudën atje, apo të paguaja më shumë dhe rrezik se merrje do të krudën, po do marrësh një linguini. Po problem. Pse problem? Problem, pra. Se e di ku është problemi. Se të gjithë ne duam luksin. Kjo është sepse gjithë në thonjë za influencerat po promovojnë të jetën e luksit. Nga influencerat vin? Unë jam vetë një semi-influencer,
por unë nuk merrem me, domethënë, unë nuk pranoj çdo lloj kërkese që mua më kërkohet të influencoj. Unë influencoj vetëm ato që unë mendoj që vërtet ja vlejnë. Si për shembull? Për shembull, nëse mua më jepet një reklam për një klinikë dentare, unë para se unë të shikoj a dua ta pranoj një herë këtë ofertë, unë futem të bëj kërkimet e mia për këtë klinikën dentare. A ka kjo raste të këqija, ka kjo raste të mira? Do me thënë ti je sa më transparent me publikun. Unë të përpiqem të jem sa më sa më drejt për drejt dhe sa më transparent me çdo gjë që unë nxjerr në rrjetet sociale të mia apo edhe në publikimet e mia. Sa fiton ti nga rrjetet sociale? Nuk është një shumë fikse, sepse siç është një muaj nuk është një muaj tjetër, por them që nuk fitoj shumë nga rrjetet sociale dhe nuk është fokusi im. Pasi të thashë nuk pranoj çdo ofertë që mua më bëhet, pranoj vetëm ato që unë realisht them që ja vlej. Cili është talenti yt? Talenti im është nuk e di sot është edhe momenti më i keq që ta them, por shumë njerëz po më thonë edhe këndimi. Ua. Sot sta vërtetoj dot. Ua, këndimi. Çfarë zhanri? Unë kam pasion, e kam pasur që i vogël, do Çfarë mendoj zhanri? që zhanër Popullore? Jo, popullore jo. Faleminderit. Faleminderit shumë. Me mua më pëlqejnë popullore, ndaj të thash popullore. Popullore të reja apo popullore? Tallavaja. Tallavaja. Po. Për shumë kjo se i kishte prit harrova. Haj. Kënga fundit e Encës. Për shembull të duket ajo. Jo atë lloj zhargoni. Pse? Jo, nuk më pëlqen ajo. Po atë kërkojnë të gjithë. Po unë nuk jam si të gjithë. Pse nuk jeti si të gjithë? Po jam si të gjithë, se asnjë nuk është si të gjithë. E kupton? As ti nuk je si të gjithë. Jo, Je si të gjithë? jo, Pra. nuk jam. Po he pra. Pse më pyet mua pse nuk je si Po të nga që gjithë? atë popullore dhe ka bërë një mix popullore sa ti. Jo, du tallava thash. Tallava? Po, tallava ose Si ndonjë për shembull? ose një popullore veriore. Këto më pëlqejnë mua. Popullore ti vetë ishe nga Dibra. Ah, okay. Do të thënë nga i ke gjuvallet veriore. Po, nga familja. Mua më pyet për këtë. Unë them jam nga Dibra. Çfarë zhanri këndoje ti? Nuk këndoj, sepse nuk kam rrit në atë fazën që unë them që kam siguri të plot sa që unë të këndoj, por po merrem, po trajnoj veten time dhe jam në kërkim të dikujt që Për do çfarë? të merret me trajnimin e zërit tim. Pasi mua shumë persona ku unë kam parë, ku unë kam shkuar dhe më kanë dëgjuar, kanë thënë që ti e ke talentin, por të duhet punë. Dhe si në çdo profesion të mundshëm, sa do talent të kesh ti, edhe ti sot si gazetare, nëse e ke talentin dhe ti nuk punon dhe nuk i kushton kohën e duhur trajnimit dhe ushtrimit të këtij profesioni, besoj që talenti nuk mjafton. Po e ke menduar që ti futesh? Po. Do t'i futesh shumë shpejt? Nuk e di nëse fati është me mua, po. Okej, po cili është artisti yt i preferuar? Mund të kem disa, mund kisha thënë Shqiptar. shqiptar. Veç thuj mos na thuj. Ke shqiptar çik vështirë, por ndër zërat e mi të preferuar është Lyri Kalson. Edhe nga Lyri Kalsoni un kam filluar domethënë të marr disa këngë të tija që unë të filloj të punoj. Të ka frymëzuar. Po, specifikisht kënga Hey Hey Hey. Bo shumë gat, prej kur s'kam pa, tash çona vet. Duhet ta kishe zërin në rregull Nuk për mund të. të sot për zotin. Okej, po nga artistet shqiptare. Artiste shqiptare, kisha thënë për energjinë që kanë, Ronela Hayati dhe Davina Zeqiri. To të dyja për mua, unë mendoj se janë për momentin janë bomba në Shqipëri. Tani folëm pak për punët e tua, për përputhen. Mua më duhet të kaloj pak tek jeta personale. Apo nuk do? Po me dëshirë është, nëse s'do nuk kalojmë. Ne kalojmë. Po për çfarë do flas? Po, jam unë ajo që të bëj pyetjet, Okay, ti vetëm përgjigju. Si është një ditë normale për ty? Çfarë bën? Zgjohesh në mëngjes? Zgjohem në mëngjes me diku të 4-5 alarme, 6 ose Nuk të del gjumi? Nuk më del gjumi. Jam shumë problematik me pjesën e gjumit. Më duhet që unë çdo ditë të zgjohem në 6:30 orën 7, maksimumi orën 7 unë duhet të kem dalë nga shtëpia. Ti e ve zilën që në 5:30. Filloj me 6, sepse po e vura në 5, thjesht nuk do e gjë, do fluturoj telefonin me një sa dhomë, edhe rrezikoj shumë pastaj. Jam në punë pastaj në orën 8 deri në orën 4:30.
Pastaj mbas punës tek diga e Sarit, unë shkoj tek zyra ime që e kam në ambientet janë në blok. Kam një zyrë timen aty, ku unë merrem me hartimin, koordinimin, shkrimin e projekteve. Kam grupin tim që ne bëjmë gjatë gjithë kohës brainstorming, hedhim ide të reja dhe mundohemi që të paktën unë personalisht, unë kam si qëllim në projektet e mia kam inovacionin. Nuk dua të jem përsëritës, nuk dua të krijoj diçka që e ka krijuar dikush tjetër. Dua të krijoj gjëra që nuk ka në Shqipëri, sepse ka shumë hapësirë për të cilë gjëra të reja në Shqipëri, ku mund të cilin ndryshimin shumë për mirë. Dhe pastaj, mbas projekteve, i mbi ngarkuar, i bëj me qef, kur i bën me qef gjërat të ecën dita, por duke thënë edhe mbas projekteve, siç e thash edhe së fundmi, kam filluar të merrem edhe me fotografi dhe videografi. Dhe Çfarë je fotograf? Jo, unë nuk jam tek pjesa e fotografimit, unë jam në backstage, jam tek pjesa e montazhit, tek editimi, bravo, post-production, ngjyra, pra çdo gjë që ka të bëjë me post-production. Me pjesën e shkrepjes nuk jam akoma i zoti, ose të paktën kam sy vetëm për në Instagram. Aq, unë mund të shkrep foto për Instagram, por që të them që unë bëj foto profesionale, nuk arrit ta them dot. Kujt do t'i bëje foto për Instagram dhe njerëz? Ti ke foto sot? Jo. Do të bëj një foto ti. Oh, do më bësh mua, më zgjodhe mua. Po. Është kënaqësi, të shikojmë çfarë dorë ka. Okej. Po mirë. Ato kushtet e para i plotson. Nuk është për të bërë qefin, po yll. Shumë. Tani, dua të di, aktualisht, je i lidhur? Je në njohje? Apo jeni diçka të lëmë pauzë? Jam tani, unë me timen, Ha ti me tatën. Me tatën, pra me tatën. Me timen çdo gjë është mbyllur. Por duke qenë se vazhdojnë të shqetësojnë, të shkruajnë besoj? Nuk e quaj shqetësim. Nuk është shqetësim. Oh. Ai nuk më ka shqetësuar kurrë. Nuk është e vetëm shqetësim se do thoyash nëse ajo është ajo që po më shkakton gjithë, jo zëri, jo gripi, jo imuniteti, jo edhe është edhe e fortë para 4 ditëve. Sa po merja pak vete nga këto, i ka bërë analizat, kishte dalë vitamina D shumë mirë. Dhe dalë në balkon për pinë cigare, edhe me gjuhë derës, dhe unë 3 ditë s'dola nga shtëpia. Oh, që i paske bokesh se unë me timën të thash, unë edhe bilesa edhe kur flasim nuk e quaj shqetësime, pavarësisht se çdo gjë për mua është e mbyllur. Pse e ke mbyllur? Kisha thënë e para fare stresi. Pse stres? Të shkakton stres? Toksike. Marrëdhënie toksike. Ama ju vdisni për goca toksike, pse po kot tani? Kur arrin në një nivel që domethënë edhe unë po e mbysja dhe ajo po më mbyste. Ishi të dy, jo vetëm ajo. No. Të dy. Unë nuk jam shumë xhelos. Oh? Paktën kështu mundohem ta ushqej veten time, të mendoj. Dhe pash që kisha arrit në një pikë që xhelozia për çdo gjë, dhe për vëmendjen nga familja e vet. Dhe këtu vura re, unë këtu thash, Arber, stop, bëj 2 javë mbrapa. Mendo çka ka ndodhur, si erdhën gjithë ato gjëra dhe pse ti po bën shumë gjëra që ti si ke bërë më përpara. Unë paktën fillova të bëhesha shumë toksik. Mund të jem xheloz, po toksik nuk jam. Dhe unë pash vetën time që unë po bëhesha shumë toksik dhe ka qenë për një harë kohor diku të rreth 2-3 muaj, 6 muaj që ai marrëdhënie të shkonte drejt fundit. Mbas 6 muajsh, sepse ka qenë marrëdhënia e gjatë. Domethënë, unë mbasi dola nga përputhen, 1 vit pas. Po tani si ndihesh, si është zemra jote? Zemra ime shumë mirë, shumë i lumtur. E do akoma? Unë kam një shprehje, këtë e kam mësuar nga dashuria. Ti nuk mund ta dashurosh një person. Ti mësohesh me kohën. Koha ty të bën që ty mos të dhëmbi më shumë.
mos të dhëmbi shumë ajo mos prania e partneres tënde. Pra, ti një person, nëse ti e ke dash, ti do e dush deri ditën e fundit tate. Nuk ka shanse ti Po mos ti e dush një dashuroje person. shumë o Arbër, gjitha kështu i dashuron deri ditën e fundit? Deri ditën e fundit them të dashurosh. Dhe ti mësohesh me idenë që ajo nuk është më aty. Dhe dita ditës të bie ndjesi, të bie çdo gjë, se dashuria çfarë është? Nuk e di. Përderisa nuk e di, asu nuk e di. Nuk ka askush një definicion tamam për dashurinë. Na prek e tani, a di sa Pse? më ke emocionu? Do farcolet. Nuk kam. Ja, unë nuk e di, nuk di të flas për dashurinë, sepse nuk e kam përjetuar, por që unë vdes, ndoshta dukem egoiste, vdes të shoh meshkuj të dashuruar dhe të flasin në këtë lloj mënyre siç flet ti. Pse? Vdes. Nuk e di. Nuk e di. Kam shumë qef maroj. Që Ti një ke qef mashkull, dikë që dashuron shumë, Jo, apo dikë që s'dashuron fare? dikë që Dikë që dashuron shumë apo dikë që s'dashuron fare? po mirë më, okay, më nuk dashurohem unë. Më thash ti yll e bukur. Pra tani, po, s'vlen kja. Po të them edhe një gjë tjetër. Jemi në 2026-ën dhe ka shumë goca të bukura. Dhe ka shumë yje. Ka shumë goca të bukura, po them. Po asnjëra nuk është i saj, varet, mund të kem karakterin, ajo mund të ketë më shumë bukurinë, e kupton? Se nuk është Po vetëm ka bukuria. bukurinë, po aq. E the vet, nuk është vetëm bukuria. Po pra, nuk është vetëm bukuria. Por që unë thash, çunat që janë kështu të ndjeshëm dhe e pranojnë që janë të dashuruar dhe flasin këtë lloj mënyre për Po pse dashurinë. mos ta pranosh diçka të bukur, diçka, domethënë realisht po e them shumë brutë, diçka të shijshme. Pse mos ta pranosh? Varet, për disa ka shije të shishme, për disa është shije jo e shishme. Ase kanë 2-3 pjata. Mbase, tradhton ti? Jo, është vetëm një gjë që unë sa fal. Dhe tradhtia është një fjalë që ka shumë kuptime. Për mua tradhtia nuk është vetëm ai momenti i fundit. Tradhton ti? Kur në jetën time. Nëse është e vërtet kjo që po thua, Është gjë më e vërtetë që mund të kem thënë. ti jap dorën, bravo. Është diçka që unë nuk e bëj. Një mashkull ideal, pra. Të gjithë femrat do ta donin. Gjithë kemi ato gabimet tona, sepse unë kam diçka, nuk do të thënë që s'kam shumë gjëra të këqija tjera. Okej, të gjithë kanë gabimet e veta, si njëri pa gabime s'ka, por që tradhtia sot është bërë, nuk e di, o zot. Është trend. Është trend. Po është kjo pra është jeta luksit. Nuk duan më njerëzit të ke parasysh të unë pash kam bërë bilesa ripost në Instagram një gjë të tillë, që ishte ajo nuk të nevojitet më shumë se kaq. Dhe je ti me partneren tate, me një gur aty nga deti, dhe keni marrë të dy nga një kështu sanduiç që po e bëni bashk, edhe e hani aty. Pse ka gjë më të bukur? Jo. Po pse ndarë ti shkon, e fut një në restorant. Po pse nuk të shijon diçka e thjesht? Po. Ne jo, po. Por, Po? Po ku ka më mirë ashtu thjesht? Bukë krype zemër të bardhë? Po. E këti mendim jam edhe dhomë. Duhen gjitha. Jo vetëm bukë kryp. Ta Duhet thash. t'jeti çun punëtor, ta çaje rrugën, kudo që ti ta lesh, të dihet i dale për zot rrugës, e kupton? Dakor, jam me ty. Pra, se po Unë do të punojmë. s'kam lënë njërin rrugë. Jemi femra dhe po punojmë, po na del shpirti, jo mashkulli mos punoj dhe mos jeti zoti, Kjo është të diçka çaj rrugën. është shumë problem, se e veri edhe te moshallarët e mi dhe tek moshallarët e reja që po S'punojnë. vinë, nuk punon njëri, janë ato. E kupton? Jo babi, jo mami, Jo makina me qira, jo makina të marrë me borsh, tu bo video puno, vlla. Biles dikur kam pas një shprehje që këto rrin gjithë muin, pa hongër, pa pi, pa bo, dhe marrin një shishe. Fix. Kjo është latë. Kjo Nuk është e di latë me të vërtet. Kjo është e bukur fare. Tani, çfarë cilësish duhet të ketë partnerja jote? Ti jetë shumë ambicioze, ti je shumë suportive, pasi unë jam një person shumë energjik dhe kam nevojë jo për dikë që të më mbaj mbrapa. Pra, për diçka është më thotë mua, jo, nuk duhet ta bëjmë këtë, jo, nuk duhet ta bëjmë atë. Njeriu po nuk rrezikoj, nuk fiton. Dhe është sado poshtë biesh. Ti do me thënë do të ta bëj fush me lule për çdo gjë. E fush me lule, se fush me lule. Po të më shte, për shembull, ti si do e shtyje partnerin tatë? Unë të them, e zëm marr një rast, tash që jemi ne bashkë në një marrëdhënie. Unë them ty që dua të hap një biznesin tim fotografisë. Të bësh ti foto? Të bëj unë foto. Jo. Pse? Si të bësh ti foto? Pse?
Po hajde me mua. Hajde Po me jo, mua. unë s'do rri mas teje, jo, kjo Pse s'ndodh. s'dohesh mas meje? Jo. S'ndodh, të bësh ti foto, jo, s'ndodh. Po pse? S'ka pse, nuk ndodh. Unë po bëj foto, unë po shoh ekranin, nuk po shoh jashtë ekranit. Po ekrani çka ka mrena? Ekrani ka diçka që është Ka i femër me bikini. Po pse vetëm me bikini? Po i femër me dekolte të hapur. Po i femër super serioze, klasike, super diva. Po pse, po kur dalu nga pallati për shembull për shkop për ble bukë, do dali femra me dekolte rrugës. Do dali, po ti nuk ja bë foto, kupton? Se unë jam skizofrena. Ajo sy është. Sy është ajo. Jo pra, po mirë, unë mashkullin tim, jo, Jo fotograf. zero, s'ka shans. Po nëse do hapte një lokal? Po, patjetër. Patjetër. Pra më mirë ti ke të gjitha, se sa të Po, bëj më foto mirë vetëm një. gjitha, po, fix. A kur ka gjitha ti thos s'bën gjë. Jo, kur i ka të gjitha edhe më mirë se mendoj për dashuri, nuk kupton. Nuk kupton, ky Mirë, pra. është ndryshimi. Okej, do hap një lokal. U mbar. A ka qenë fama një avantazh apo një pengesë për njohje të reja? Do thoja pengesë, më shumë se sa avantazh. Ka dhe avantazhet e veta, por më shumë pengesë. Pasi çdo lëvizje, çdo gjë e mundshme që ti mund të bësh me partnerin tate, më ka ndodhur dhe mua që kam qenë me pushime dhe një portale kishte kapur dhe thonte ja pushimet luksoze të Arbër Avdylit me të dashurën e re. Dhe domethënë jo kam qejf që gjërat e mia të shijoj herë vet, pavarësisht se unë ndaj në Instagram, nuk e ndaj që me idenë që ta marrë dikush dhe ta përdori për përfitimet e veta. Nëse unë ndaj në Instagramin tim, unë ndaj për qefin tim. Domethënë nuk jam ai tipi që unë nxjerr në Instagram gjërat për kunj apo ta kapi dikush apo ta shohë dikush tjetër. Unë jam shumë ta thash edhe shparet, më duket se e the edhe ti që jam shumë i drejtë për drejt. Domethënë dua ta shijoj gjën time, më lini ta shijoj, pastaj jo vi unë vet, të vinë studio të them kështu. U lidha, u bëra, u kështu ashtu për klikime. Jo për klikime. Po pra, tu japësh atyre këtë ekskluzivitet për klikime, se nëse mediat i bëjnë këto lloj gjëra, që i bëjnë vetëm për klikime, ose ka ndonjë gjë më ty. Mos më gërmo mu, se s'do gjesh gjë. Ose do gjesh vetëm atë që të kam lënë në çof, është paktën. Po përderisa i futesh asaj pune të bësh i famshëm, duhet i marrësh parasysh gjitha, e kupton? E kisha marrë parasysh, po jo të gjitha. Jo të gjitha. Jo të gjitha. Gabimi jot. Mësova. Ti nga çdo gjë mëson, nga dashuria, nga shgënjimi, nga vërtet janë mësime këto të gjitha. Të gjitha këto mësime dhe këto të gjitha të çojnë tek një shprehje tjetër që unë kam qef, është që ti kurrë nuk e prek dot fundin. Dhe nëse ti mendon se për momentin ke prek fundin, do dalësh nga aty dhe do ngjitesh do shohësh se ku ke qenë. Është shumë më e rëndësishme, e ke parasysh, është ajo me elastik, sa më shumë të tërheqësh, aq më lart do shkosh. Po, e vërtet. Je tip romantik apo realist? Realist je, por romantika je? Jo, më romantik, jam shumë... Cila është gjëja më romantike që ke bërë kohëve të fundit për femrën që ke pasur në krah? Në kohëve të fundit... Të nuk mund të them... Unë jam shumë edhe, si të them, në kuptimin e mirë të fjalës, materialist. Unë jam ai tipi që bëj dhurata, po kur them bëj dhurata nuk e kam fjalën vetëm për gjëra materiale. Të tipit materiale, të shtrenjta. Për mua ka shumë rëndësi edhe një diçka e lirë. Një busull, një letër e shkruame ose jo letër unë të dua ty këtu, por një mesazh që vetëm ne të dy e dim, një kod joni. Nuk mos e beso po desha. Nëse kërkon, do i gjesh ato që unë po them. Po. Por të gjitha, jo vetëm gjërat e vogla, duan dhe gjërat e mëdha. Pra pse mos ta llastojon? Pse? Pse? Nëse nëse kena një që ja vlen, po, bravo të qofën, dhe njësi s'ja vlen, kot. Tani, ku e shef vetën pas 5 vitesh në aspektin personal dhe profesional? Në aspektin, po e nis me personali, kështu si që kam nis, kam frikë se do... Mos ta them më zot lart apo ta them. Po ta ngel peqar. O, largo zot, pse mendon kështu? Si thotë? Po jo, ti gjithë këtë djalë beqar, jo? Romantik po, nuk të rafton, o gotë sa dëgjoni ju. Romantik po, nuk të rafton,
Qa je tjetër? Punëtor, po? Faleminderit shumë. Pse beqar? Po, kështu është kur vjen nga dashuria në dashuri, pavarësisht se nxjerr shumë sime. Nuk ta krijon bën. çik mosbesim pastaj. Ashtu, ë? Mhm. Po si mund të krijosh mosbesim pa e njoft akoma njeriu, se po bie. Jo, e di shumë mirë se çfarë po them. Nuk po bie në asnjë vend. Okej. Ti beson në ato që të thonë, por ti vetë bësh natyrë shumë kërkuese, bësh shumë detektiv. Pavarësisht se beson, është një mol këtu mbrapa. Që thotë, futu shife. Ashtu, ë? Ba. Ajo mola thu ikën? Se di. Basta. Ti e ke? Jo, s'kam asnjë gjë. S'ke asnjë mol? Ja. Okay. Tani, kemi me rubrikën që do zgjedhësh për 3 sekonda. Dashuri apo karrierë? Karrierë, Kursim apo shpenzim? të dyja, Pushime në det apo në mal? në det, gjithmonë në det. Mëngjes apo natë? Natë, Instagram apo TikTok? Instagram, TikTok, no. Kostum apo tuta? Tani, mund të përgjigjem me pak më gjatë se 3 sekonda? Unë 6. jam ai tipi që unë jam o me kostum serioz o me tuta. Nuk kam një të mesme. Do me thënë do të dyja. I du të dyja. Kush të shkon më shumë? Njerëzit më thon kostumet Me serioze gocat, me çfarë të ngacmojnë më shumë, kostum apo sportiv? me kostum sportiv, jo me kostum serioz. O? Edhe unë atë kam shumë qef kostumet sportive. E mu më pëlqen më shumë kostumet serioze gjithsesi. Kafe apo çaj? Kafe, shumë kafe. Libër apo film? Varet për çfarë mesazhi, por kohëve të fundit film. Shqipëri apo jashtë vendit? Me dëshirë dua Shqipërinë, por të jem realist, kam frikë se jashtë vendit. BMW apo Mercedes? Mercedes. I pasur pa fam apo i famshëm pa shumë para? Që do famën kur ke lekët. Ke lekët vjen edhe fama. Dashuri spontane apo marrëdhënie e menduar? No, spontane. Si mund ta mendosh një Po e menduar, vadin, e shefi herë. A ke bo llogari, nuk është dashuri. Okej. Po bëre llogari, nuk është dashuri. Investim në pasuri të paluajtshme apo biznes? Të dyja, por unë mendoj që fillon me biznes dhe vazhdon me pasuri të paluajtshme. Telefonata apo mesazh? Bëret ngatrohem edhe unë tani. Telefonata apo mesazh? Telefonata. Të falësh apo të largohesh? Unë kam shumë vështirë të fal. Të largohesh, domethënë. Bjonda apo bruna? Por fal. Falën. Falën edhe largohesh. Po. Bjonda apo bruna? Do kisha thënë brune, po them bjonde. Do kisha thënë, po them. Si është kjo? Pse do kisha thënë brune po zgjodhe bjonda? Sepse nuk e di, brunet duken shumë të ëmbla në fillim, po pastaj nuk dalin aq të ëmbla. Ndërsa bjondet u mendoj siç duken janë. Në rregull tash. Po si po si ku njerë brunet nuk duken të ëmbla. Pse? Po janë më tegra brunet, e No. din. Pamje më të rëndë. Do të dishim paktin tim të parë. Ha, Erdha këtu dhe më duke shumë e ëmbël, tash po më dukesh më pikante. ashtu, ë? Prandaj e ndryshova. Ashtu? Po ty si të pëlqejnë femrat pikante apo të ëmbla? Një mix, po më e ëmbël se pikante, Të pëlqen më shumë e ëmbël? më shumë e ëmbël. Veriora apo jugora? Nga zona ime, Veriu. Veriora. Arbri, çfarë vibe të dha emisioni Vibe? Një super vibe, Mhm. ta them shumë rehat. Më ndryshuan disa opinione rrugës, për mirë, jo për keq, Shqyqyr. gjithmonë. Një nga ato cili ishte? Se bësha ka se nuk e që kri, por ja jam. Aha. Edhe kisha thënë që nuk, pavarësisht se mua më pëlqen më shumë pjesa e radios dhe podcastit se sa televizioni, mund të them që mund të jetë studioja e dytë që unë ndjer më rehat se kudo ku kam qenë. Kjo është faleminderit.
Tani, unë falenderoj ty që erdhe dhe unë ndjeva shumë mirë me ty, je një djalë i mrekullueshëm, po nuk këto do t'i them pastaj. Tani, për mbyllje, do përshkruash veten tënde vetëm me 3 fjalë edhe moderatoren me 3 fjalë. Nga tani, nga vetja apo nga Nga vetja, primare vetja gjithmonë. Primare vetja? Po. Mi. Okej. Atëherë moderatorja. Shumë e qeshur. Do të duket e kripur, por nuk është e kripur. Dhe direkte. Tani për vete? Për veten time, kisha thënë të paktën mundohem të jem sa më realist të jetë e mundur. Jam shumë ambicios dhe ma thuj ti këtë fundit të tretën, nga që kuptove për mund të i tani. Ose zërë se si thashu nise nga fillimi. Sa i poshtër. I poshtër? I poshtër. Jam. I poshtër, ambicios, besnik. Ha, të pëlqyen? Pëlqyen shumë. Kjo e para të ka pëlqyer më shumë. I poshtër. E para nga fundi apo e para nga fillimi? E para nga fillimi. Para nga fillimi? Po jam i poshtër, s'është e vërtetë. Qa jeti, qa jem. Jo. Arbëri, unë të falenderoj. Kisha kënaqësinë që të kisha në studio. Dhe të uroj shumë suksese dhe arritsh majat e suksesit. Faleminderit, edhe kisha thënë të gjithëve që të mundohen për veten e tyre, jo për të tjerët. Kjo është gjëja më e rëndësishme që unë e kam kuptuar. Çdo gjë që ti e bën, mos e bëj që ti tregosh familjes që unë ja dola. Mos e bëj që tregosh shoqes tënde apo shokut tat që unë e bëra, unë e hapa, unë e bëra. Bëje të kënaqësh veten tate. Bëje gjithë secili nga ne ka një fëmijë të vogël tu brenda. Nëse ti arrin ta kënaqësh atë, ti ja dole. Mesazhi më i bukur pra. Shumë faleminderit për ftesën. Ne është hera e parë që takohemi, por jam ndier shumë rahat, shumë komod. Shumë faleminderit ty. Tani jemi tek momenti juaj i preferuar. Jemi tek parashikimi i horoskopit me Elena Demollarin, si gjithmonë. Si gjithmonë. Përshëndetje. Përshëndetje Elena, si je? Mirë, si të kam ty? Si të ka shku? Mirë, shumë mirë. Me energjitë si ke qenë? Mirë, kam pas edhe ato energjitë negative, kam pas dhe energji pozitive, por Mirë. ja kam përballuar. Gjithmonë i përballon ti. Po, normal. Cili është sekreti yt që i përballon të gjitha energjitë negative dhe të gjithë komentet negative? Për komentet negative nuk do të them kam shumë zuar me zero, nuk i vë shumë rëndësi. Kurse komenteve pozitive i çoj ose një sy magjik ose një zemër. Një zemër ose në momenti që e kuptoj që një njeri që mund të jetë toksik ose mund të ketë një energji negative e kuptoj nga në telefonit. Si e kupton? E kupton se më jep direkt dhimbjen e kokës. Elena, qa jeti? Jam çik mistike, unë jam çik shumë mistike. Vetëm unë që të njohet di se si jeti. Ha, më thuaj çik si jam. Ti je shumë pozitive, je edhe shumë misterioza. Jam misterioze. Edhe i kupton gjërat kështu. Po. I kap në ajër gjërat ti. Po, është e vërtetë, unë kap gjërat në ajër, i kap gjërat kështu, mund të bëj një analizë, po gjërat i kap në ajër ose dikush që mund të bëj diçka, ose mund të transmetoj një energji negative, ose mund të bëj një manipulim, ose përgatitur të më kap gjërat në ajër. Elena Demollari pra? Më normale, mistike, e mistershme. Tani, do nisi me Po, do bëjmë parashikimin javor të gjitha shenjave të horoskopit për të parë gjithmonë me letra tarot, për të parë energjinë e tyre si do jetë këtë javë. Nisi me shenjën e Dashit. Dashi do ketë një ngritje ekonomike, financiare nëse ka biznesin e tyre, zanati të tyre, fejesa, martesa, projekte shtëpie nëse kanë menduar për një blerje shtëpie, për momentin mund t'i kenë pak gjërat, mund t'jenë duar lidhur, këmbë lidhur, po do zgjidhen gjërat me kreativitet. Mërkuri mund t'i japi pak rëndes psiqike, psikologjike, po do manifestoj, do i kapin situatën në dorë. Duhet të shmangin në sherrë debatet, konfliktet, mos marrëveshjet nëse kanë bëjmë me çështje pronash, nëse kanë bëjmë me çështje pronash, duhet të shmangin dhe përsëri kanë një pozicion të mirë. Duhet të kenë kujdes në marrëdhënien e tyre ose në punën e tyre, se mund të kenë një humbje parash, mund të kenë një krisje në partneritet të distancuar, të larguar, pavarësisht që mund të janë pak të mërzitur, por universi do t'japi lajme
të bukura, do kenë një komunikim të vazhdueshëm me universin, do gjenë qetësi dhe shërim shpirtëror. Më përpara do marrin lajme të mira dhe do gjenë një qetësi paqësore. Por shenja dashi do ketë një energji pozitive dhe do ketë, pavarësisht që mund të ketë harxuar dhe lek, mund të ketë bërë një shpenzim ose një financim, në fund fare do ketë stabilitet. Shohim Demin. Demi për këtë javë duhet të ketë kujdes nga persona që nuk shikojnë drejtimet e tyre, shpifi martore dhe pjesërisht kanë spionazhin. Dema do jenë në pritje të shumë lajmeve, por duhet të kenë kujdes se gjatë javës një femër ose një mashkull mund t'ia prisi gjërat në mes dhe mund t'i sillë dhe të zeza. Do bëj një udhëtim të gjatë, do përballen me persona që kanë mundësinë për t'ia dhënë një shans, por një lajm do e marrin të mirë. Një lajm do e marrin të idhur, udhëtim tregëtia biznesi duhet të ecin përpara, mos e kthejnë në kokën mbrapa. Kanë kaluar çka ka kaluar, por mos e kthejnë në kokën mbrapa. Kërkojnë të drejtën e tyre, të vërtetën e tyre, kërkojnë drejtësi, do dalë drejt atyre, nëse kanë bërë me pronat, do bëhet një problem i madh, do kenë një ngritje ekonomike financiare, kanë një intuit fort, një kanë karakter të fortë, duhet të japin koraj vetes, duhet të japin forcë vetes, domethënë kanë një energji, janë të fuqishëm. Do gjykojnë për marrëdhënien që kanë dhe kanë pozicion të mirë, nëse kanë bërë me seanca gjyqësore mund të falen. Rotë e fatit është në drejtimin e tyre dhe nëse kanë kundërshtar do largohen nga jeta e tyre, do kenë nisma të re, do ecin përpara. Dema do jenë me fat. Shohim për binjakët. Binjakët shumë konfuz, duhet të kenë kujdes sidomos këtë javë binjakët, dikush është larguar me gënjeshtrat e tij ose me gënjeshtrat e saj, një largim pune, pushim pune, një dorë që nga puna dikush do e presin ves ose e ka prend ves, po duhet të ketë kujdes nëse një binjak në parefisin e tyre ose në shoqërinë e tyre ka njeri në burg, lirim nga burgu, lidhje dështuar me ëndrat kota, do jenë pak konfuz, do të çekulibrohen gjërat, një person i tretë ka ndërhyr në marrëdhënien e tyre dhe duhet të kenë kujdes nga persona të maskuar, do kenë një stabilitet, do kenë rrugëzidhje, duhet i besojnë intuitës të tyre, energjisë të tyre, po shikoj dhe binjakët mbakan shumë sekrete, shumë mistere, kanë qarë, kanë lotuar, shikoj që mund të kenë edhe një prishje planish, një palimentim, po mund të jenë edhe prak të vrarë shpirtërisht në lidhje me dashurinë, janë shumë luftarak për veten e tyre, do ecin përpara, pavarësisht që mund të kenë edhe këto një prishje planesh, falimentim, do ecin përpara dhe në fund fare nga ana shpirtërore do gjenë një qetësi shpirtërore binjaka. Po duhet të jenë, sidomos këtë javë, duhet të jenë të kujdesshëm shenja binjakëve. Gaforja Klea. Gaforja. Gaforja do jenë shumë zemërtyrë në lidhje. Gaforet kanë pasur një lidhje dashurie ndau bashkoj, një divorci ndarje dhe janë shumë zemërtyrë në lidhjen e dashurinë. Mund të jenë pak gjendja ankthi, energjitë negative, mendime të këqija, janë super të mingarkuar, kanë një mingarkesë, mos marrin opinionet e tjerëve, duhet të jenë më stabil, kanë pasur pengesa, por do i kalojnë këto pengesat, me një vendimarrje do marrin një vendim. Do kenë një stabilitet, një largim nga vendbanimi, një udhëtim i shtetit, gjërat këtë javë mund t'i kenë të ngrira, por përsëri universi do mendoj për ata dhe do jenë stabil, po duhet të kenë kujdes në dashuri se do jenë pak zemërthyje në dashurinë e tyre. Të shohim të shenja Luanit. Luani. Janë qiks këta luanët janë qik tradhtar. A shumë, Po si mendon luanët i Klea? Se di, s'kam pas të bëjnë ndonjëherë me luan. Sikur të presin në bezë, Të sikur presin kanë interesin e bezë, tyre. Luani duhet i besojë intuitës të tyre, energjisë të tyre, duhet t'japi kuraj vetes, duhet t'japi forcë vetes, nuk është e sigurt, nuk është stabil, thot ndoshta po, ndoshta jo, me një vendimmarrje do marrë një vendim. Në punën e tyre, në profesionin e tyre do ecin përpara, po duhet të kenë kujdes me shoqëritë misit fallso. Mos marrin opinion tjerëve, duhet të ecin përpara, duhet të kenë kujdes nga personat që janë materialistë, duhet të ketë kujdes sidomos këtë javë, dhe dikush do ta gjinjë, ta mashtrojë, të manipulojë dhe mund të bjerë në këthetrat
e djallit ose personave negativ. Do ketë takime, telefonata, rikthime, mund të ketë një rikthim i dashur ose një dashure, çdo situatë do të dalë furishëm, fejesa martesa tavolin. Ditëlini do gëzohen, me një vendimari do marrin një vendim. Por luanët duhet të kenë kujdes se dikush gjatë javës do të tentoj ta gënjë, ta mashtroj, ta manipuloj. Jemi te shenja jote, Virgjëresha. Virgjëresha, se po flasim për gjithë virgjëreshat. Të gjitha. Për të gjitha kanë qerë, kanë lotuar, për 3 kërkesa janë refuzuar, për një person që kanë humbur, për 2 përgjigje do pashtrojnë dhe të ngrenë kokën se urën e kanë akoma në sfond, kanë akoma për të kaluar. E kanë ndirë vetëm pak të bllokuar, si në punë, si në dashuri, si në një tragjedi, një fatkeqësi në burg, sikur janë në një kështjell dhe nuk po dalin dot nga kështjella, por duhet shlirojnë nga bllokimet që kanë, ose kanë bllokime mentale. Do kenë ribashkime, nga ana financiare do jenë të kompletuar, do kenë përfitime nëse kanë biznesin e tyre, do kenë përfitime në biznesin e tyre, do bëjnë udhëtime të gjata, dikush do i kërkoj të falur, do kenë ndryshime, do i ndryshojnë gjërat si në punë, si në dashuri, si në familje, në një transformim, do marrë lajme të mira, nëse kanë me dojnë dokumenta për pasaporta, do marrë lajme të mira. Në fund fare do kenë një energji pozitive, fejesa martesa 7 zani dhe kanë diellin letër më pozitive të tarotit. Pavarësisht që mund të kenë kaluar situata të vështira, dielli do i digi të gjitha dhe do kenë një energji pozitive Virgjëresha. Bravo Virgjëreshat. Atëherë jemi te Peshorja. Pastaj do bëjmë një përzierje të letrave që të shohim dhe shenjat e Shenjën tjera. më fat. Do e themi në fund fare. Peshorja, gjërat i ka pasur të turbullta, por do ketë qartësime, do ndryçojnë yjet përsëri për ata, janë në pritje disa lajme, do marrë lajme të mira, mund të marrë lajme në punë, fat, dashuri, biznes, çështje parash. Dashuri pasionante, pengesa dhe xhelozi mund të jenë pak të bllokuar në punë, stres e mërzitje, bllokime, po do stabilizojnë gjërat e tyre, do kenë rrugëzidhje, ngritje ekonomike, financiare, shikojnë drejt horizontit të largët, dëshira e tyre do i plotësojë, do i duket sikur do kapin botën me dorë, energji pozitive, diçka e re po i vjen, gjithsesi udhëtimi do marrë një përgjigje për po, mund të kenë një takim të rastësishëm. Duhet të kenë kujdes me persona që janë me 2 fytyra, kanë nevojë për qetësi, për relaksim, kërkojnë të drejtën e tyre, të vërtetën e tyre, nëse kanë bëjnë me seancë gjyqësore drejtësi, do dalin të fituar në gjitha drejtimet. Akrepi do filloj me kontrata, puna, firma, dokumenta, me një vendimari do marrin një vendim, janë të mërzitur për 3 kërkesa, po 2 përgjigje do parashtrohen për një person që kanë humbur. Shikon drejt horizontit të largët, nëse kanë bëjnë me drejtësinë do dalin të fituar seanca gjyqësore, drejtësia, dokumentat do dalin të fituar, viza, pasaporta, dokumenta do marrin përgjigje për po. Çështje institucionale do marrin përgjigje për po. E kanë ndirë vetëm pak të bllokuar, si në punë, si në dashuri, si në fat, po duhet të shlirojnë nga bllokimet që kanë. Do kenë ribashkime, dashuri, do kenë ribashkime, një djalë, një vajzë, do bëjnë një propozim, mund të jetë një lidhje e re, një partneritet, një ortak, një partneritet, një ortak. Do kenë përfitime të vogla në lek, me një vendimari do marrin një vendim, do me thënë duhet të ketë kujdes nga personat vejusha të ndarë, të divorcuara, persona që japin një energji negative, ose persona që janë të ftota në komunikim. Fejesa martesa tavolin, ditëlini, udhëtime të gjata, dikush do të kërkojë të falur dhe janë në transformim akrepat. Do i ndryshojnë gjërat, si në punë, si në dashuri, si në familje. Do vdesë një epokë e vjetër, do rilindi një epokë e re. Do vdesë një fundi ciklit, është një fundi ciklit të vjetër dhe po vjen një cikël i ri. Por në fund fare do kenë një energji pozitive, fejesa martesa 7 zani, pritje fëmijë dhe kanë letër më pozitive të tarotit, diellin, që dielli i përfshin të gjitha, pavarësisht situatave që kanë pasur, në fund fare do dalin të fituar akrepat. Tani jemi tek shigje. 13 i bjen kinesçe, 13 shenja, kurse ne kemi 12 shenja. Okej, tani jemi tek shigjetari. Shigjetari më duket se do filloj me çështje parash Klea. Ngritje ekonomike financiare nëse ka të bëjë me biznesin, nëse ka të bëjë me tregëti, do ketë një ngritje ekonomike financiare. Duhet ketë kujdes nga persona të tretë gjatë javës, dikush do ndikoj një person i tretë mund t'i sjellë re të zeza. Është një person që punon, do ketë përfitime, duhet ketë kujdes nga persona që
pjesërisht mund të kenë spionazhin ose persona që mund të japin një energji negative, ose mund t'ja ndërpresin gjërat në mes, do dalim çik nga vetja, por përsëri do stabilizojnë gjërat. Do jenë pak konfuz, do kenë shumë gjëra përpara vetes, nuk e di se çfarë do zgjedhin, do kenë një intuit fort, një energji të fortë, do përballen me persona që do e kenë mundësinë për ta ndihmuar dhe një lajm do e marrin të mirë, një lajm do e marrin të idhur. Udhëtimi tregëtia e biznesit duhet të ecin përpara. Më përpara i kanë marrë vendimet të nxituara, po do kenë nisma të reja, perspektiva të reja dhe do kenë aventura të reja si në punë, si në dashuri, si në familje. Do kenë një energji pozitive shigjetarët. Jemi te Britsjapi. Mbaka shumë sekrete. Atëherë po shikoj te Britsjapi, mbaka shumë sekreta, shumë mistere, shumë mistik, do me thënë gjëra që nuk i din, por do vi një kohë që do e zbulohet dhe çdo gjë sheshit do dalë sheshit. Mërkuri ka dhe një rëndë psiqike psikologjike, do manifestoj, do ketë një ngritje ekonomike financiare, është në pritë disa lajmeve, dhe gjërat i ke pasur të turbullta, po do ketë qartësime, mund të ndjerë vetëm pak të blokuar, por përsëri do ketë çlirime, do marri lajme të mira, udhëtime të gjata, dashuri pasionante pak pengesa në partneritet, ndryshime, do i ndryshojnë gjërat si në punë, si në dashuri, si në familjen e tyre, do kenë një stabilitet, do i japin drejtim vetes së tyre, shikohet do marrin lajme të mira, qofse kanë bërë me çështje ligjore, seanca gjyqësore, drejtësinë do marrin lajme të mira, do fillojnë me kontrata, me një vendimari do marrin një vendim, dhe në fund fare do janë të vendosur dhe do kenë në çdo drejtim që do drejtojnë, rrugët i kanë të hapura. Britsjapët. Tani, jemi te ujori dhe dy shenjat e fundit, ujori dhe peshqit. Ujori duhet të ketë kujdes se mund të ketë një humbje parash, humbje pune, distancë, largësi të distancuar, të larguar, një krisje, një varfëri. Do jenë në kërkim të një shtëpie të ngrohtë, po duhet presin e pak. Qofse kanë bërë me çështje prona, do bëhet një problem i madh. Sherrë, debate, konflikte, konkurrencë, po përsëri ka një pozicion të mirë. Do bëjnë udhëtime të gjata, një person i tretë ka ndërhyrë në marrëdhëniet e tyre dhe në momenti që e ka lënë të mërzitur, e ka sharë, e ka tallur, e ka bullizuar. Duhet të ketë kujdes me persona të moskuar, persona që i presin gjërat në mes, janë të mërzitur, po universi do t'i jap një dhuratë të bukur. Kërkojnë të drejtën e tyre, të vërtetën e tyre, do dalë drejt atyre, do marrin lajme të mira dhe në fund fare do gjenë një qetësi shpirtërore, shenja ujorit. Jemi të shenja e fundit, që është peshqit. Peshqit në të kaluarën e tyre kanë kaluar trauma, aksidente, aborte spontane, operacione kirurgjikale, kanë qarë, kanë lëtuar, një prishje planesh falimentim. Dhe sidomos këtë javë duhet të jenë të kujdesër, kanë qarë, kanë lëtuar, mund të odër dhe lot gëzimi ose i dhërimi, ose i kanë kaluar në të kaluarën e tyre. Por çdo njeri që i kanë besuar, i kanë futur thika mba shpinë. Janë shumë luftarak. Do dalim pak nga vetja, po përsëri do e marrin, do e kapën situatën në dorë, mos marrin opinione të tjerëve, duhet të kenë kujdes se dikush do largohet me gënjeshtrat e tij ose me gënjeshtrat e saj, një largim pune, një pushim pune, një dorëheqje nga puna. Tani po flasim për gjithë shenjat e peshqve. Nëse një peshk është në burg, lirim nga burgu, nëse ka të bëjë çështje institucionale, çështje ligjore, lirohet nga burgu. Do stabilizojnë gjërat, mban shumë sekrete, por në fund fare do jetë shumë e fat. Çfarë ka? Kundërshtar do largojë nga jeta e tyre dhe do ketë nisma të reja, do ecë përpara. Në dashuri do jetë mirë, por duhet të ketë kujdes në biznesin e tyre, duhet të ketë kujdes dhe në rrethin shoqëror se mund të ketë dhe tradhti. Gjunaf. Po. Tamam gjunaf. Inshallah. Këto ishin Klea. Atëherë Elena, kush do jenë shenjat më me fat dhe ku? Dhe kush do jenë shenjat më me pak fat? Shenjat më me fat për këtë javë do jenë binjakët, virgjëresha dhe demi. Binjakët do kenë fat në biznes, virgjëresha do ketë fat në dashuri dhe demi do ketë fat përsëri në biznes. Kurse më pak më shenjat jo me fat, për sidomos për këtë javë mund të ketë pak pengesa. Akrepi, shigjetari dhe ujori. Okej. Shigjetari, akrepi dhe ujori. Shenja më dominante. Më dominante shtrat, demi, do bëjnë namin demi, për sidomos për këtë javë. Po shenja më që është.
Më pak dominante. Si pëlqen ujori. Ujori? Ujori, po. Po shenja që do fejohet apo s'ka fejesa këtë javë? Do ketë, normale, se mund t'jetë një virgjëresh, mund t'jetë një peshore, mund t'jetë këtë javë? Ose mund t'a liri nga shtatori tetor, por të them që sidomos se do vi dhe gushti, më mirë ta shtyjnë shtator tetor, se siç që thoshin kot e vjetra, plakat e vjetra mos u marton gusht se gushti ndan çiftet. Ashtu, a? Po normale. Tani nisim me pjesën e preferuar të publikut tonë. Po, Mesazhet. me mesazhe, po. Atëherë, jam një vajzë 30 vjeç, në fakt ndihem shumë bosh. Kam tentuar disa herë të njoh persona, në fillim nis gjithçka bukur. Pastaj çdo gjë ndërpritet si me gërshër. Shkojmë deri në fajesë dhe në fund prishet. Unë jam gafore. Të lutem më thuaj çfarë nuk shkon në jetën time. Ja të shohim energjinë e vajzës. Gaforja. Gaforja. Kjo tani është 30 vjeç, krijon marrëdhënie dhe në fund i prisha. I priten gjërat si me gërshër. Si me gërshër. Asaj në të kaluarin e saj është vidhur diçka nga e kaluar e saj dhe ajo nuk e ka kuptuar. I ka pasur gjërat e turbullta, po përsërit do qartësojnë gjërat dhe do ndryçojnë yjet për të. Është në pritje disa lajmeve, do marrë lajme të mira. Do të thonë është në pritje të diçka e të një drite, por duhet të presë edhe pak, do vi kohë e saj. Do vi kohë e saj. E ka ndjer veten të bllokuar si bllokim fati, është e bllokuar si në punë, si në dashuri, si në fat, bllokime mentale, po duhet të çlirohet nga bllokimet që ka. Është në pritje disa lajme, do marrë lajme të mira, mund të marrë lajme në punë, në fat, në dashuri, në financë. Do përballet me persona që e kanë mundësinë për t'ia dhënë një shans dhe nuk ja japin një lajm do e marrë të mirë. Një lajm do e marrë të idhur, si gafore që është do bëj udhëtime të gjata, kërkon të drejtën e saj, të vërtetën e saj dhe gjatë rrugës do i shfaqet një princ i kaltër që do jetë shumë i sinqert, shumë i drejt për drejt. Shumë i drejt, me një vendimmarrje do marrë një vendim, pavarësisht që vajza ka kaluar situatat në vështira, gjatë rrugës së saj do i shfaqet dhe princi i kaltër. Ua, mi vajza, urime. Tjetra, jam një vajzë. Krijova njohje me dikë, por sa e kuptoj që unë nuk isha e virgjër, menjëherë hoqi dorë dhe pse kishte ndjenja. U mundova shumë, sakrifikova shumë dhe në fund u largua vetëm nga ky fakt. Si do jetë ardhmja ime dhe e ti? Unë jam Luani, ai është Peshq. Tani për vizgjëri, tani jemi 2026, tani ku koha e në verit. S'ka më tani, vetëm... Shiko, njeriu nuk do ta paragjykosh. Çdo kush e ka një të kaluar. Çdo njeri ka një të kaluar, çdo njeri ka kaluar një traumë, ka kaluar një tronditje, por është mirë që s'duhet ta paragjykosh. Nuk ka, tani edhe unë nesër pas nesër do bëhem vjerë, s'duhet paragjykos nusen. Apo jo? Po. Bile unë jam mami moderne. Je moderne. Edhe unë vetë di shpim vete. Super, kështu më mirë, Elena. Jo, më mirë. Atëre, goca? Goca ishte Luan, ai është Peshq. Goca Luani. Dikush ka hyrë në mendimet e saj, ka lexuar mendimet e saj dhe mund të jetë një person xheloz akmar që kërkon xhelozi akmarje, ose mund të jetë një femër ose i mashkull për të betuar ose për të akmer ndaj kësaj femre që thotë unë këtë femër do e shkatroj. Është larguar me gënjeshtrat e tij ose me gënjeshtrat e saj, një largim pune i pushim pune, ka të bëjë me persona që janë xheloz, Saturni mund t'i ketë një çekuilibrim, mund të ketë ndalë nga vetja saj, por do ketë rrugë zgjidhje dhe në fund fare do jetë shumë e fat. Pavarësisht që vajza ka kaluar situata të vështira, në fund fare do i dalë fati. Ky çoni shenja Luanit, ë? Peshore? Po. Peshq. Peshk. Shoh që kam pasur një lidhje nda bashkohen një lidhje, një divorc, një ndarje dhe nuk ka qenë një lidhje stabil dhe djali nuk ka qenë stabil. Do të thonë tani
I thonë letre djallit përfaqëson dhe energjitë negative, përfaqëson dhe forcat të errta, përfaqëson dhe akumulimin e energjisë negative të bllokon gjitha drejtimet, si në punë si në dashuri në fakt. Por shikoj që ky ka qenë çik materialist, do të thonë manipulues, se ka gënjere, ka mashtruar, ka manipuluar dhe vajza mund të ketë rënë në kthetrat e djallit në gjuhë popullore, por duhet të ketë kujdes, nuk shikoj që këta të kenë të ardhme bashk, me një vendimari do marrë një vendim, nga ana financiare është i kompletuar, do bëj udhëtime të gjata, shikoj që e mendon si lidhje që ka pasur, por shikoj një person të tretë, por sikush do shikoj drejtimet e ndryshme, drejtimet e veta, nuk shikoj që këta të kenë ndonjëri bashkim. Më vjen keq për vajzën, por siç thash që gjatë rrugës vajzët do japet fati dhe do i shfaqet një princ i kaltër, por që të them që ribashkim me personin nuk ka. Gjuna. Më vjen keq. Tani Elena na ka shkruar dikush nga Burgu dhe këtë e kam hap nga requestat e mi në Instagramin tim personal. Po. Përshëndetje Klea, moderatorja ma yll. Po të shkruaj nga Burgu. Po, kam edhe klienta nga Burgu, kam pasur dhe klienta më kanë marrë nga Burgu dhe më kanë dashur dhe parashikim dhe në momentin që kam parashikuar i kam thënë dëgjoj ti mund të dalësh për 3 muaj, 6 muaj, 7 muaj, 9 muaj brenda 10 mujoshet. Dhe mba 7 muajve, 10 muajve më kanë marrë, më kanë thënë që jam filan fistëku, kam dalë nga Burgu, të falenderoj. Bravo. Po, më thuaj. Përshëndetje Klea, moderatorja ma yll. Po të shkruaj nga Burgu, unë jam Dem, thuj astrologes. A do kem na herë takim me ty, qoftë edhe me të pa një herë live përballë. Edhe kur me ty, kur të dal nga Burgu se jam në pritje. Thot tani thuaj Elenës, kur të dal nga Burgu se jam në pritje. Dhe a do ma shtyjnë ma. Për shenjën tane, nuk e di se qa je, thjesht unë jam Dem. Në rast të parë për gjithë persona që kërkojnë takim fizikisht nuk takojnë njëri se puna ime është online dhe për shkak të angazhimeve timeve televiziveve nuk kam kohë. Po, e kishte për mua. Për ty, unë thash dhe për mua. E kishte për mua. Takojmë bashkë. E kishte për mua, thot, shife, nuk e di shenjën time, se që shenjë jam unë. Po? Thjesht unë jam Dem, thuaja do e takojnë do një herë live, qoftë edhe për me e pa. Tani, ai Demi që është në Burg kërkon të takoj ty live. Po, nuk e di se mali me mali nuk piqet, por njeriu me njeriu piqet. Okej. Edhe shikoje kur do dali nga Burgu se është në pritje. Okej, të shohim. Demi, ti me djalin do takosh, po do jetë kohë largët. Olena, që thua? Po pra, a deshte me u taku me ty? Do jetë kohë largët. Okej. Trije me shpresa do me thënë. Tani me shpresa, thash, tani për tani, që them nesër pas nesër jo. Ai mund të takoj mbas 3 muajve, 6 muajve, ose mbas një viti. Më kupton? Tani mund t'jeti që nesër, nuk i dihet zoti se çfarë bën, se del japin dyr del. Djali, shenjë Demit, në të kaluarën e tij, ka kaluar trauma, aksidente, operacione kirurgjikale, ka qenë kalëtuar një prishëplanesh, falimentim dhe është shumë i vrarë shpirtërisht, probleme me shëndetin. Mund të ketë kaluar, mund të ketë ndruar jetën ndonjë personi familjes, ose është i vrarë shpirtërisht dhe çdo njeri që i ka besuar i ka futur thika pas shpine. Gjunaf. Gjërat i ka pasur të turbullta, nga yt, po përsëri do ketë qartësime. Me sa po shikoj unë, djali në Burg ka hyrë për sherr, për debat, për një konflikt. Sherr, debate, konflikte duhet të shmangi debatet, konflikteve, mos marrëveshjeve, një konkurrencë. Nga ana shpirtërore do gjë një qetësi shpirtërore. Është i mërzitur, po universi do t'jap një dhuratë të bukur. Ka qenë kalatuar për 3 kërkesa i refuzuar, 2 do parashtrojnë, pa ka akoma për të kaluar. Është konfuz, nuk e di se çfarë të bëj, është shumë mistik, se demat këtë kanë misticizmin, kanë shumë sekrete, janë dhe shumë shenjtor shenja Demit. Por duhet t'i besoj intuitës të ti, energjisë të ti. Për momentin është i blokuar, si në punë, si në dashuri, si në fat, dhe mund të ketë dhe një blokim fati. Do ketë përfitimet vogla, do bëj një udhëtim të gjatë, të thash, do bëj një udhëtim të gjatë, dhe ky udhëtimi do jetë lirimi ti nga Burgu. Se tani, udhëtim s'ka ku bë, se nga Burgu në obor, po do bëj një udhëtim të gjatë, dhe do ketë shumë mundësi, do i ketë rrugët të hapura.
dhe do ketë ribashkim. Por tani, ribashkimi ty do takohet, por nuk të them dot që nesër, por mund të them 3 muaj, mbas 6 muajve besoj se po, ose mbas 10. Olja sqaroi ç'a takimi i herë, është Tani thjesht një ri që takimi. unë nuk e njoh. Takim, E kam marrë nga requestat e mi të Instagramit. shiko, ai në qoftë se do një takim me ty, do me thënë kërkon të falenderoj ty si person. Më kupton? Po për çfarë më falenderoj mua që i pam horoskopin? Po që pam horoskopin, se horoskopi deri diku shikoj që ky ka kaluar shumë tragjedi, fatkeqësi në jetën e tij, deri diku është i bllokuar, është shumë i misteshëm, por mund të jetë shëntor, mbas shumë sekrete mistik, ka qarë, për kërkesat mia refuzuar, do ketë përfitime të vogla dhe në fund fare do ketë dhe një ribashkim. Por shikoj që e ka dhe një mundësi për të dalë, po s'mund të them dot që do dali që nesër, se në fundin e fundit parashikimi e letra është, se në fundin e fundit si jemi zoti. Fiks. Mirë, takimi im mos të sqaroj çik se s'është takim dashuror, se ne nuk njihemi Elena se na ndave. Takimi jo të thash, mund të jetë brenda 3 mujosh, 6 mujosh, 10 mujoshit. Që ai mund të dali. Do vesh të takosh ti në burg. A shkoj unë bark me ty? T'ja plotsojmë dëshirën djalit. Ky pra të dashur miq. Ky pra të dashur mbështetësit e mi. Kjo pra ishte fundi i programit. Audienca ime e dashur dhe publiku im i dashur që ju dua pa fund. Po normalisht i duan pa fund, gjithmonë në vibe. Gjithmonë në vibe me? Klea Kica, Elena Demollari. Bravo. Ja pra kështu erdhi fundi këtij programi, bashkë të shihemi sërish nesër në orën 11. Mos harroni ta ndiqni. Mirupafshim. Tjetër do marrim filxhan me kafe, do shkojmë filxhanin live. Do pyetje se por shikonja komentet kur kemi bërë videon e parë dhe por shikonja komentet pse mirë në studio këtë pasxhore dhe po çështja me vetë. Ishte autoironik kjo. Ishte ironi, ishte dhe Po nëse edhe mund ta marrim filxhanin. Po do e marrim normale, por derisa do bëjmë me emisionin e mëngjesit, do marrim dhe filxhanët me logon Media 60. Po, edhe do shohim. Do shikojmë dhe filxhanin. Filxhanin. Po çështja me komente, tash mirë tani unë letrat tarot di që bëj astrologji, po filxhanin s'po shoh doj filxhan. Po nëse ti filxhanin lidh me letrat tarot, po thjesht ne do i improvizojmë. Me bukra se nuk i bëra komente, se po ti bënja komenti do e fshinja prap. Edhe me bukra thosha, marr me gjej pas xhore se jam kurioze të shkojmë ne të dyja ta di të kaloni dashur apo të kaloni dashuri. Fiks, do ta bëjmë edhe këtë me filxhan, është shumë ide e bukur. Do e bëjmë. Ju premtojmë që do bëjmë shumë gjëra të tjera të bukura përveç historive që i bëjmë tani, është hera e dytë që ne tregojmë histori. Po, hera e dytë është e drejtë. Kush është interesuar të më kontaktoj dhe në numrin tim të telefonit, në TikTok, në Instagram dhe në faqen e Facebookut për historitë tuaja, por ta dini që nuk është me kamër, se tonë që bobo do dali me kamera. Ruhet privatësia. Nuk është me kamër, nuk është, po është vetëm me voice, do njifet vetëm zëri juaj. Mund bëjmë diçka tjetër që mund bëjmë edhe në trashjen e zërit, që mos e kuptojmë njerëzit për historitë e tyre, në lidhje me dashurinë, me punën, me fatin, se ne kemi folur gjithmonë edhe për pjesën e magjive, bile unë kam pasur edhe një rast sot, që do ta flasim në herën tjetër, javën tjetër se nuk kemi kohë shumë limituar, kështu që paçim nesër në orën 11 vibe me Klea Kicën. Bye. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.